Stuhia la gjurmë në kulmin e sezonit. Një ndër situatat më të vështira që vijnë rrallë, kështu e karakterizon nën prefekti Kristaq Kiço atë që ndodhi në Sarandë në pak minuta në mbrëmjen e 21 korrikut. Pemë shekullore të shkullura, makina të dëmtuara për shkak të rënies së tyre, dëmtime të ndodhura deri dhe në varrezat e qytetit për shkak të stuhisë krejt të veçantë, ndërprerje të furnizimit me energji elektrike dhe ujë të pishëm, si dhe deri humbje jetës së një peshkatari në Ksamil. Ky është bilanci ende i paplot që bën nën prefekti Kiço për ato që u shkaktuan në ato pak minuta stuhie të papar në brigjet e Sarandës dhe Ksamilit. Kemi kaluar një situatë shumë të vështirë gjatë ditës së dieshme. Një situatë e cila rrallë mund të ndeshet, është e parë domethënë që ndeshim një situatë të tillë, një ciklon të tillë, e cila edhe pse kaloi për një kohë fare të shkurtër, me disa minutësh, ishte me pasoja të rënda për bashkinë e Sarandës. Kuptohet që strukturat shtetërore reaguan në mënyrë të menjëhershme, duke filluar që nga drejtoria dhe ndërmarrja e shërbimeve të Bashkisë së Sarandës, stacioni zjarfikës dhe gjithë personeli, duke futur këtu edhe punonjësit e OSHE-s edhe të ujësjellësit, të cilët treguan një gatishmëri maksimale për të vendosur gjendjen nën kontroll. U desh një kohë relativisht e gjatë për të hapur rrugët kryesore, pasi nga informacione paraprake, sepse akoma nuk janë evidentuar të gjitha dëmet që janë bërë. Kjo do vazhdojë gjatë ditës së nesërme, janë rrëzuar sipas të dhënave nga ndërmarrja e shërbimeve rreth 50 pemë shekullore. Kuptohet që rënia e këtyre pemëve ka shkaktuar problematika edhe në mjetet në automjetet, të cilët kanë qenë të parkuara apo në lëvizje në ato momente, por edhe shumë dëme të tjera në shtyllat e tensionit, por në shtyllat e ndriçimit, në stacionet e plazhit gjatë gjithë vijës tregtare, duke filluar që nga Saranda deri në Ksamil. Dhe njëkohësisht informacionet e para janë që janë bërë dëme edhe në varrezat e qytetit, pasi edhe aty ka pasur pemë të cilat kanë qenë, kuptohet edhe ato pemë të mëdha dhe shumë vjeçare, të cilat presim që t'i evidentojmë në vijim. Përballë kësaj situate emergjencesh, Kiço tregon se pati një reagim të shpejtë të strukturave shtetërore duke nisur nga ndërmarrja e shërbimeve publike nga OSHE dhe Shoqëria Rajonale e Ujësjellësit. Ai thotë se në ndihmë të tyre për normalizimin e situatës do të jenë edhe forca dhe mjetet e ushtrisë, ndërkohë që evidentimi i dëmeve vijon. Fakti që goditja nga stuhia erdhi në kohë kur sezoni turistik është në kulmin e tij bën që prioriteti i parë të jetë rivendosja e normalitetit të plot në furnizimin me energji elektrike dhe ujë të pishëm, si në qytetin e Sarandës ashtu edhe në Ksamil, pasi sipas nën prefektit ende nuk ka probleme. Duke vlerësuar gjithë këtë situatë e cila ka lënë shumë dëme mbrapa saj, është gjykuar edhe nga ana e Bashkisë së Sarandës në komunikim edhe me Ministrinë e Mbrojtjes dhe me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për prezencë të ushtrisë me mjete të cilët edhe ata do ndihmojnë për heqjen dhe pastrimin e rrugëve nga të gjitha mbetjet dhe pemët të cilët kanë rënë gjatë ditës së dieshme. Ajo që duhet theksuar është që përveç një rasti që është evidentuar dhe shpreh ushqillimet e mia familjes gjatë ditës së sotme, është evidentuar edhe një nga Policia Kufitare e Sarandës, një humbje jete e një peshkatari në zonën e Ksamilit përballë ishujve të Ksamilit. Dhe sot rreth orës 11 është evidentuar dhe është nxjerrë nga raporti që kemi, nga informacioni që kemi nga Policia e Kufirit, dhe është, kuptohet, viktima e vetme e kësaj stuhie që ka ndodhur ditën e ndjeshme. Kuptohet që angazhimi parësor i gjithë strukturave është që duke qenë se jemi edhe në kulmin e sezonit turistik, të kemi të normalizojmë furnizimin me energji elektrike. Unë kam kontaktuar edhe me
drejtorinë rajonale të OSHE-s dhe edhe me drejtorinë rajonale të Ujqelësit të vendosim në normalitet furnizimin me energji elektrike dhe me ujë të furnizojmë me ujë. Kemi akoma probleme, sipas të dhënave të drejtorisë rajonale të OSHE-s, për furnizimin me energji elektrike në qytetin e Sarandës. Në Ksamil kuptohet që kemi akoma një problematik për sa i përket furnizimit me energji elektrike të stacioneve të pompimit të ujit të pishëm në zonën e Çukës. Kuptohet që kjo është një situatë e cila ka qenë nga më të vështira që kemi kaluar dhe gjitha strukturat shtetërore do jenë të angazhuara maksimalisht që të rivendosin situatën në normalitet.